Nivelit lartë, standardet larta, po gjithsesi bëhet edhe ka luks këtu. Gjithmonë të pas parasysh që kemi hotele të jashtëzakonshme, kemi spa të standarde shumë të larta, kemi makina luksoze, kemi shumë çka që mundim mi përmend, pra kemi stil jetese, domethënë edhe kjo është shumë interesant, domethënë di me bo jetë. Unë mendoj që në Kosovë ka luks, gjithmonë për shtresën e mesme dhe të lartë, sidomos ata që mirën me biznese, ata din të jetojnë. A ju bu krejt biznesmena në Kosovë? Po kjo është, në qoftë se janë bo, është një gjë shumë e mirë që duhet me u përkra dhe me u përgëzu, pasi shqiptarët me të vërtet kanë marrë besim vetë, po i besojnë vetës. Këto po ndërlidh nga këtë pyetjen tonë edhe në Gjermani, përpara në Gjermani kam qenë edhe unë pjesë e migrimit, edhe kur kena shku kam punu gjithë, ndoshta punët edhe më të vështira që kanë qenë kam punu, kurse sot shumica prej atyre që janë që një kohë gjatë, besoni që kanë firmat veta. Domethënë kanë besim vetën, janë punëtor edhe gjithmonë e gjejnë veten. Pra gjithmonë shqiptarët janë të fortë me karakter, edhe gjithmonë e kërkojnë atë jetën e mirë, shihet edhe në Prishtinë, ka jetë mirë. Edhe unë për veti personalisht munduan ata bëjnë një luks, edhe pse jo shumë të lartë, pasi kam familje, jam 6 antar i familjes, domethënë që jetojmë, kemi obligimet më dhaja, po gjithsesi edhe luksin nuk e lejmë. A bot njëjtë në Prishtinë se në vendet e tjera lifestyle-e, tash me thonë që ajo pjesa e dalneve, se unë ma shumë fokusova të qëto sane që i përmendit të spa, hotele, jetanojt të efekto. Ndoshta vende edhe ma shumë se në vendet e jashtë. Domethënë vendet të Kosovës po flas këtu, ndoshta edhe ma shumë se në shtetet e jashtme. Pra kemi vendet të jashtëzakonshme ku mundesh me shku, edhe më kënaqesh me bo luks, gjithmonë ku varet edhe financat, që ato janë determinante për një jetë luksoze. Po sigurisht se vende ka, edhe po mendoj që e ardhmja do t'jetë edhe ma me luks, edhe po besoj që edhe mbarinia është vetëdijsu, edhe po din me jetu, shihet çdo ditë në Prishtinë.